unë për këtë po flas, këto janë konceptet e drejtësisë për të cilat unë kam qenë i bindur që duhet veprojmë kështu dhe kam thonë, hajde tani, ti lëm llogjet dhe dokrat e ti bie, megjithëse po i bie kush tyre i rash vetë. Po pikërisht pra, sepse në këtë rast a duket se gjermanët kanë marrë, po themi, rolin e amerikanëve, të cilët tani janë angazhuar në lindjen e mesme në kuptimin në raportin e tyre me politikën shqiptare dhe a mund t'i vijë Edi Ramës fundi nga vetë gjermanët? Po padyshim edhe të vjen. Ai mund ta lidhë litarin në Izrael apo në Amerikë, po do të bie edhe këtej. Po nuk ke ku shkome. Tani ka ardhur një moment që Rama rregullon një vrim themi ne në çati dhe i hapet një vrim tjetër. Kështu ka ardhur puna. Kështu të vjen fundi. Le mos ta pranoj Rama dhe një parti aty, le të rinë aty. Le të dëgjojmë pralla. Por të fundi do vi ditë. Por jo të vi fundi sa të lodhet ai duke u tallur. Do të ishte më dinjitoze për njerëzit të bëshin njerëz. Pikërisht pra, sepse pikërisht po trajtoj kështu, të më thonë mua bravo të qoftë Messenger në telefon dhe në rrugë, dhe pikërisht ata që më thonë bravo të qoftë në kafe, kur jepet, po flas edhe për ambientin ton, të medias. Po. Gazetar njojnë pa fund, politikan pa fund, dhe kur dalin kafe, njëri që më thot mua bravo nga PD-ja, bie prapë ke niveli Berishës, tjetëri nga PS-ja që thot bravo mua, bie prapë ke niveli Ramës. Tani çfarë do të them unë, që ku e shoh unë lojë më tepër sa merret vesh me Spaku në Rama, unë siguroj 1000% me fakte dhe prova, merret vesh me Berishën. Dhe një popull nuk mund të jetë përjetësisht budalla. Mos e kuptoj këtë. Dhe aq më tepër nuk mund të jetë përjetësisht dhe i poshër ka shi vetes, sa ta pranoj pafundësisht të gjë. Se ka që e pranojnë, po kështu është. Atëherë rive, o mbyll gojën, ose mos u ço, bën zhurmë, turbullon ujin kot, edhe në fund fare e pranon. Bile jo e pranon, po dhe i jep legjitimitet këtij raporti. Në vitin 2008 u morën vesh bashkë zotërinë për kodin zgjedhor. U morën vesh dhe 2024 dhe 2025. Tani të zotrosh të kod zgjedhor, mekanizmi me cilën mbahet apo lëshohet pushteti dhe kontrollohet i gjithë pushtetin. Ju mendoni që këta që janë opozit, sidomos pjesa titullare tyre, kanë problemet e shqiptarëve të thjeshtë? Po patjetër që jo, se duket edhe në rastin e banorëve të Rriollit ku Berisha ka ngritur duart lart edhe s'po ndërhyn fare. Nuk flet për Bashkimin Uli. Pikërisht pra. Pikërisht pra. Baron, bie e gjithë ajo çfarë thot për veten ai unë, po kush e ti më? Se ky thot unë ke PS-ja. Unë ky ke PD-ja. Nuk ka si këta. Po kush janë këta? Çfarë të mirë kanë bërë Shqipërisë? Se sensi i erojit që i jep një shoqëri është ai që sakrifikon veten. Po këta s'kan lënë njeri nga raca tyre pa e bërë mbret e princ bashkë. E pasha. E kanë marrë gjithë Shqipërinë, e kanë çuar te kunetrit, te baxhanakët, ke çuni, ke goca, ke gruaja, ke ish gratë ku ta di unë, nga e kanë çuar. Pra ti s'ke lidhje fare me heroizm, s'ke lidhje fare me atë që thua që ore, unë ju dhash juve. Ne në vend të forcojmë në këtë pak drejtësi, se kjo drejtësia do shkojë tek këta. Pikërisht prandaj ndërtova dhe unë pyetjen në atë mënyrë që si është e mundur dhe çfarë halli ka Edi Rama kur vetë Brukseli ja kërkoi në mënyrë të prerë që dorëzimin në një farë mënyre i Ballukut. Bëj pyetjen si duhet bërë. Ç'a halli ka Rama? Hallën vet ka. Rama nuk ka lidhje më me Spakun. Spaku ka vepruar njësoj. Ja kërkoi njësoj, si për Benametajn, edhe për Ballukun. Ky ka hallën vet. Kur të hapen letrat nesër do kuptojmë kush halli ti. Në PS po ndodh një dukuri dikur është përdorur kundërshtari. Edhe është përdorur edhe nga dy palët. Do me godit kundërshtarin partinë tënde, jep një informacion, një kundërshtari,
e të godet ai. Për shembull, kështu mund të kemi The Albanian. Persona që e nxorën nuk e kanë ditur që janë servitur nga të tjerë. Dy ka ardhur informacioni e ka kanalizuar që ta thot ai me me zbulej parin, por ka vajtur me kanalizim të qartë. Edhe kanë goditur dy nga tyre, që ishin atë kohë, Gjik Nuri dhe Amela. Mua kështu më rezulton analizën time. Por tani po godasit të tyre edhe kështu, siç kemi rastin e Nesti Angonit, apo ka dalë rasti i Akshit. To kanë dalë nga brenda PS-s. Me bindje plot të them që kanë dalë nga brenda PS-s. Këta dikush ka thonë, po bëhet lojë po ju marrë gjithë me vete. Edhe ata nuk rinë atje, domethënë, në mënyrë më të depersonalizuar nuk guxojnë të diskutojnë. Ti dhe unë kemi atë vërtet këta kanë miliarda dollar apo euro apo franga, si duash ti, miliarda i kanë. Kanë çmendur dhe vetë çmendinën kur i thonë. Kanë të kaluar çdo lloj parashikimi se këta kanë hyrë vetëm për të ngrënë. Vetëm për të vjedh. Por ti dhe unë kemi luksin të themi ca të vërteta, të flasim si e mendojmë. Këta nuk e kanë. Këta janë peng. Janë peng, po janë peng edhe televizionet më të mëdhaja. Në Shqipëri janë peng. Nuk përmendin dot as to emra që ne përmendim këtu, nuk përmendin dot as oligarkët. Ndërkohë që unë mendoj që drejtësia në Shqipëri do të vi dhe s'do kemi fukarallik, kur mos kemi këta oligarkë 1, të bëhet një shpërndarje pasurie 2, forcot shtesa e mesme 3. Pra, të zhdukim varfërinë edhe pasurimin e çmendur, e të padrejt, duke krijuar tregun me të gjitha ligjet e duke marrë radhë parë humanizmin. Pra kjo Europë ka pas frymë humaniste, nuk ka qenë kështu. Një nga njerëzit që kanë ndikuar më shumë edhe në të drejtën është Thomas Akuini. Po. Janë dy Thomas Hobbes, Thomas Akuini. Është më i vjetër Akuini. Edhe vinte nga pjesa fetare. Vetë baza, ku quhen, a kemi në ligjet pa drejta? Çdo më thënë, shtet ligjor edhe shteti së drejtës. Se shtet ligjor kemi edhe ne këtu, me ato taksat edhe me diskriminimet që kemi ne. Ti e merr të pa drejtën dhe ligjeron. Me çfarë? Me deputet që ti i ke lënë. Po të kam folur unë edhe të tjerë që kanë ato guximin për ta thënë, por ne nuk mund të votojmë për Vegla. Deputeti do të jetë i pavarur. Ti e zëdhënës, jo i kryetari i partisë, që për mua kryetari i partisë tyre është oligarku më i madh Shqipëri. Ata në urdhrat e tij, se deputeti nuk e zgjedh populli, e zgjedh ai. E vendos ai listën. Dhe ajo ka thënë fare mirë. Po kështu ke PD, kështu ke PS, kështu në gjitha partitë. Ja ka thënë pa mua jeni hiç. Pse? Me kalimin e viteve fitoi besimin e, si duhen mas këta. Juve më duheni atje në mënyrën më të bukur dhe kanë merituar e lash me barë, tha, Djelzën me 83 firaun vegjël. Pra, këta i quti statistik ditë njësoj. Pra, u depersonalizuan dhe deputetët. Atëherë ne këta bëjnë çdo dhe ligji. T'ju afrosh e miratojnë këta. Po jo, në momenti që ligjet e padrejta ligjerohen edhe bëhen detyrueshme, e thotë do zbatoj ligjin. Po kur kemi ligjet padrejta, atëherë i bie që përfaqësuesit tuaj, që janë parlament, kanë ndryshuar anë, nuk janë përfaqësuesit të interesit të popullit, janë përfaqësuesit të anti-interesit. Atëherë populli dhe popujt e qytetëruar e kuptojnë thirrjen, i drejtohen atyre ligjeve që janë pandryshueshme. Dhe kush janë ligjet e pandryshueshme? Janë ligjet hyjnore, të cilët radh parë janë baza ku mbështeten të drejtat e njeriut. Vijnë nga ato ligje. Vijnë nga drejta hyjnore dhe drejta natyrore. Dhe ne kemi me OKB është sanksionuar që të ketë një minimum njerëzilliku ky shoqëri njerëzore, 47 OKB e sanksionoi drejtat universale të njeriut. Në kohën e komunizmit shumë këto drejta ne nuk i gëzonin. Që nga drejta e fjalës. Tani unë flas me ty, flas për të drejtën me ty në mënyrë
të sinqert, siç e mendoj, edhe veproj me të drejtën, ku surshëm kanë lënë të dyja palët. Diskriminim total. Ti marrë të gjithë qeverit bashkë që ka pasur Rama, edhe vetë, nëse ka ai certifikime më shumë se mua, dhe gjithë qeveria e tij, se tani s'ja mbaj më emrat, po gjitha çka ka pasur bashkë, edhe merit dhe kontribut, unë e vë bazë publik. Por jo, e unë e kam parë instalimin e meritokracisë si hapin e parë të vrasjes pa drejtësisë. Ku i ke? Ka bërë tani njerëz nga 20 sa vjeç që i emron sipas qefit. Emron dhe djellëzën, atëherë bo si Kaligula. Bledhen e Gomar Peqinin në çon parlament. Tani ne po flasim për të. Pse ndodh kjo? Se baza sot që duhet të reagojë, që është populli, nuk është në parametrat e duhura dinjitoz të një qytetari europian që nuk të lejon ta shkelësh për te një caku caktuar. E ti mendon që ky popull pa dinjitet të shkojë në Europë, kur mos vaft. As më intereson fare. Ky popull nuk e meriton. Sa kohë ky popull është zhele, që zgaravitet dhe jargavitet sa ke Rama ke Berisha, kur mos vaft në Europë. Se realisht, kur e shef në thelb, është ky popull që ka fajin. Jo po çfarë do bëj populli, ri atjeti. Mos lëvisti, mos luajti. Sakrifikoj unë dhe fëmijët e mi vetëm për juve. Se i kam sakrifikuar unë këto.